një vendim i tillë nuk është i bazuar në ligj. Zotimi, premtimi, vullneti i kryetarit që ideja ka qenë që të kthehemi në shtëpinë e kulturës. Nga pozita e drejtorit të shkollës, me automatizëm, ligji ja garanton rrugën e vendit të punës që në rastin tim nuk është respektuar. Unë jam Sabri Gjigoli, drejtor shkollën në SHFM Daut Bugujevsi deri me datën 7 mars 2025, deri kur është marrë një vendim nga Komuna e Fushë Kosovës, me cilin përveç se më është ndërprer e drejta për të gëzuar tutje pozitën drejtor shkolle, po edhe çdo të drejtë për marrëdhënie pune. Do të nga kjo datë, unë më nuk jam me marrëdhënie pune, që vlerësoj nga perspektiva ime, mbështetur në disa dokumente ligjore dhe regulative, se një vendim i tillë nuk është i bazuar në ligj. Unë marrëdhënie pune jam nga vitet 90, 14 vite si mësimdhënës në një shkollë profesionale të Fushë Kosovës, pra 1990-2004 si mësimdhënës, 2004-2010 në kuadër kam qenë një bashkëpunëtor profesional në Qendrën e Kulturës në Fushë Kosovë, ndërsa edhe 2 vite koordinator i Qendrës së Kulturës në Fushë Kosovë. Në ndërkohë, mu kanë shpërfaqur problemet shëndetësore, dikun nga shtatori, tetori i vitit 2022. Fillimisht i kam injoruar, duke menduar se nuk është diçka serioze, dhe kam vazhduar në atë gjendje t'i përmbush dhe t'i kryej të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e mia që dalin nga pozita e drejtorit të shkollës. Dikun në muajin dhjetor të vitit 22, kam kërkuar trajtim të një ortoped, do të thotë mjek specialist, nga i cili jam diagnostifikuar se kam probleme me boshtin kurrizor me pjesën e fundshpinës, për çfarë edhe kam raport mjekësor. Sipas rekomandimeve të tij, kam filluar trajtimin. Krahas trajtimit kam qenë i rregullt në punë, e tjera. 2 vizita e kam pasur mjekësore tek ky specialist. Në ndërkohë më zhdukur se është e pamjaftueshme dhe jam drejtuar të një neurokirurg, edhe ai mjek specialist, i cili po ashtu më ka diagnostifikuar me të njëjtën diagnozë. Ka kërkuar prej meje që të bëj edhe rezonancë magnetike dhe pjesa e fundshpinës ka dalën do të deformuar, që si për pasojë kryesisht kam pasur kufizimin e lëvizje, veçantim në këmbën e majtë dhe në krahun e majtë. Në atë kohë, thjesht nuk e kam pas idenë për kërkesën drejtuar DK-s komunës që të më liroj nga detyra. Para se ta kem atë takim me kryetarin e komunës, nga një neurokirurg që mos lakoj emra, më është rekomanduar që të vazhdoj trajtimin te neurologu, se ka edhe çrregullime neurologjike. Jam trajtuar te neurologu dhe jam diagnostifikuar me Parkinson. Do të ka dalë edhe diçka më shumë se sa problemi me boshtin kurrizor. Mu ka caktuar terapia. Para se të më caktuat terapia, më është kërkuar të bëj një rezonancë magnetike të trurit, ka dalë poster mirë, edhe disa analiza laboratorike, diçka ka dalë mirë, diçka ka dalë keq, edhe nga vizita e dytë e neurologut më është caktuar diagnoza që edhe sot e kësaj dite do të përdorim. Do të thotë kur kam shkuar, e kam njoftuar dekan, ja kam skanuar raportin e mjekut dhe në mënyrë skanuar ja kam çuar me email drejtorit të DK-s, përkatësisht shefes së zyrës, edhe shkollës time, që janë në Dionise, kohëve të fundit kam edhe një diagnozë tjetër, e tjera.
Pra kur kam shku në takimin dikun në fillim të muajit nëntor të vitit e kaluar, të kryetari veç diagnozën e Parkinsonit e kam pas të caktuar. Pra në ato kushte, megjithatë mu ka ofru prapë më këtu në shkollë. Unë e kam refuzuar se nga perspektiva ime më zhduk jo korrekte, nuk ja dalë. Nuk ja dalë. Edhe aty ka dalë zotimi, premtimi, vullneti i kryetarit që deri sa të bëhet një zgjidhje tjetër, të vazhdoj të marr pak si drejtor shkolle, po së shpejti do të bëhet një zgjidhje tjetër, edhe do të akomodohem dikun konform gjendjes sime shëndetësore dhe konform përgatitjes time shkollore profesionale që kam. Ideja ka qenë që të kthehem në shtëpinë e kulturës. Është përmend edhe mundësia një konkursi. Unë në konsultim me njerëz profesionistë të fushës ligjeve, ku marr një përgjigje që do të të nisur nga gjendja ime, edhe nga ajo që edhe më herët kum punu atje. Kryetari i komunës mundet mbi bazën e ligjit për qeverisje lokale me marrë një vendim dhe me më kthy në vendin e punës ku kam qenë. Po mirë, pse nuk e ka po le ta shpjegojnë ata. Ajo nuk ka ndodhur, le ta shpjegojnë ata. Një vendim i tillë ka qenë i papritur nga ana ime. Edhe aq më tepër pas premtimeve që mi kanë bërë, po mbi të gjitha duke qenë i vetëdijshëm se si ligjet sot, si ligjet në periudhat e mëparshme, në rastin kur një drejtor shkolle lirohet ose në fund mandatit ose çfarëdo periudhe qoftë ajo, nga pozita e drejtorit shkollës, me automatizëm ligji ja garanton rrugën e vendit të punës që në rastin tim nuk është respektuar. Edhe një herë, po i referohem rregullores 19/2024. Është në një posaçëm ku thot i përcakton dhe definon edhe përshkruan mirë se çdo drejtori të shkollës me rastin e mos vazhdimit kontratës për tutje i ruhet një vend pune në rrafshin e arsimit, sipas përgatitjes dhe shkollës profesionale që ka, që në rastin tim një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Një vendim i tillë për mua është i paligjshëm. Do të thotë nuk është i drejtë, nuk është korrekt, dhe si të tillë unë do të përpiqem që rrugëve ligjore ta pezulloj. Kam angazhuar një avokat, kemi ushtruar ankesë në komunën e Fushkosovës, nuk na kanë kaluar gjitha fatet, nuk na janë përgjigj. Kemi ushtruar ankesë edhe në ministri, në Masht,